Ekipe peshkatarësh nga mbar Ballkani janë ulur të dielën në brigjet e liçenit të Badovcit në Prishtinë për të marrë pjesë në një garë peshkimi të organizuar nga klubi i peshkimit AS Prishtina. 18 ekipe nga Bullgaria, Malizi, Maqedonia dhe Kosova morën pjesë në këtë garë, ku më së shumti peshq zuri ekipi bullgar Luljan Team. Në vendin e dytë u rendit ekipi Doem nga Maqedonia, ndërsa në vendin e tretë u radhit ekipi Prishtinas, AS Prishtina, që funksionon në kuadër të shoqatës së peshkatarëve Krapi. Vendin e parë në konkurrencën individuale e zuri Martin Georgiev, peshkatari nga Bullgaria, që më parë e ka zënë vendin e tretë në garat evropiane. Vendi i dytë dhe i tretë u takoi kosovarëve, respektivisht Jeton Mulollit nga AS Prishtina dhe Luan Ukajt nga Trofta e Pejës. Edhe ekipet tjera që nuk arritën të fitojnë njërin nga 3 vendet e para, morën mirënjohje, ndërsa peshkatarët bullgar ftuan homologët e tyre kosovar për një garë ndërkombëtare në Bullgari. Por fituesi më i madh doli vetë liçeni i Badovcit, brigjet e të cilit peshkatarët në një organizim ekipor i pastruan të udhëhequr nga Arsim Gërxhaliu, kryetari i klubit AS Prishtina.